Falënderimi i takon Allahut për çdo sukses edhe udhëzim, për çdo ushqim, pije, bollak, pasuri e strehim. Atij i takon mirënjohja për mirësitë e për përkujdesjen. Ai ka mundsuar perde me të cilën mbulon fajet dhe të metat tona. Ai na ka dhuruar rizq më shumë se ajo që shpresonim. Ai na ka dhënë dije me të cilën kemi larguar ignorancën tonë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut i vetëm e i pashok. Ai na ruan mirësitë dhe na largon prej nesh fatkeqësitë. Ai na nderon e na jep gjërat më të mira, rizq të bollshëm e shëndet të plotë. Dëshmojmë se i nderuari ynë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob i Allahut dhe i dërguar i tij. Ai është profeti i mëshirës dhe fanari ndriçues i njerëzimit. Nderimi, shpëtimi dhe begatia e Allahut qoftë mbi të, familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë pasuesit e tyre deri në ditën e gjykimit. O njerëz, u porosis ju dhe veten time të jemi të devotshëm ndaj Allahut. Jeni të devotshëm ndaj Allahut, Allahu ju mëshiroft. Dijeni se nuk ka rehati më të madhe se mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall dhe i paaftët është ai i cili nuk mund ta orientojë veten e tij në këtë udhëzim. Njeriu me moral të keq ndëshkon vetveten. E habitshmja në përcaktimet e Allahut Azza wa Jall është rrëzimi të mençuri që ruhet dhe shpëtimi i ignorantit neglizhent. Urtësia e Allahut është e lartë, vullneti i tij gjithmonë realizohet. O robi Allahut, bëhu bamirës edhe pse nuk gjen bamirësi për njerëzve. Bamirësia të drejton drejt dashurisë, mosmarrveshja të çon në armiqsi, sinqeriteti sjell besueshmëri e gënjeshtra të çon në akuzë. Allahu thot: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim." Nuk barazohet e mira me të keqen ktheje me të mirë. E atëherë armiku yt do të bëhet menjëherë mik i ngushtë. Ky vërtet i adhurohet vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. O musliman, kështu janë vendosur ligjet e Allahut në këtë jetë për të gjallët. Shumë prej mirësive njerëzit që i posedojnë janë të pavëmendshëm ndaj tyre. Vëmendjen ndaj tyre njerëzit e kthejnë kur zihen në vështirësi e i ndodhin gjëra të papëlqyera. Në këtë rast i vështrojnë mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Të dashur besimtar, nëse xhamit do të tregonin për lajmet e tyre, atëherë kur njerëzit nuk vinin ato do të tregonin për njerëzit që merrin abdes, të pastër, që herët të mëngjes duke ecur në përësirë për të qenë në rreshtin e parë të xhamisë, për të angazhuar me sejdë namaz, me ruku, me recitim të Kur'anit, me përmendje të Allahut Azza wa Jall, me dua. Njerëzit që besojnë Allahun, ditën e gjykimit, e nuk i friksohen askujt tjetër veç Allahut, njerëz të cilët nuk i pengon tregtia, shitblerja apo punët e tjera të dynjas në përmendjen e Allahut, në kryerjen e namazit, në dhënien e zakatit. Të tillët janë të përkushtuar sepse ata i friksohen një ditë kur do dalin për Allahut, një ditë që tronditen zemrat nga tmerri i saj, nga madhështia e saj dhe zgurdullohen syt. Njerëzit të cilët i kanë zemrat të lidhura me xhamit, shpirtrat e tyre kënaqen kur qëndrojnë mes kolonave të saj. Zemrat e tyre qetësohen kur ulen e qëndrojnë në xhami. Ata nuk velen, nuk mërziten, nuk lodhen për shkuarjes shpesh në to, edhe nëse janë distancat e larta. Ata shpresojnë të fitojnë shpërblimin për hapat dhe pritjen e tyre në xhami. Janë në garë se kush do të shkojë më herët në xhami dhe të angazhohet me përmendjen e Allahut, me adhurimin e Allahut, me madhërimin e tij, me dua dhe me leximin e Kur'anit.
Ata janë prej atyre 7 grupeve të njerëzve të cilët Allahu i strehon në hijen e tij. Atë ditë nuk ka hije tjetër veç hijes së tij. Njerëzit të cilët zemra i kanë të lidhur me xhamit. Një nga dietarët e Islamit, Hafidh Ibn Rajab, Allahu më shëroft, thot: ai i cili ka zemrën të lidhur me xhamin është një person që del prej xhamis dhe më njëherë dëshiron të kthehet në të. Thot: ai e do xhamin dhe është i lidhur ngushtë me të sepse adhuron Allahun. E nëse del prej saj, zemra e tij mbetet pra sikur të mbetet në xhami. Pra trupi i tij del, ama zemra mbetet e lidhur me xhamin derisa i të kthehet në të. Kjo i ndodh një njeriu që e zotron veten e tij dhe udhëheq atë drejt bindjes ndaj Allahut, e që më pas i nënshtrohet sepse dëshira thërret që të duash vendet në të cilat kryhet dhe realizohen ato vepra që dëshiron Allahu Azza wa Jall. Vetveten që të doj vendet e adhurimit e mëson një person i cili e don Zotin e tij dhe kundërshton tekat, dëshirat dhe epshet e tij. Xhamia është kënaqësia e syrit të një besimtari të tillë. Është shërim për kraharorin e tij dhe është shprehje për zemrën e tij. Por rob të Allahut, ajo është dashuria për xhamin, dashuria për shtëpitë e Allahut Azza wa Jall. Besimtari do atë që do Allahu dhe i dërguari i tij dhe urren atë që urren Allahu dhe i dërguari i tij. Imam an-Nawawi, Allahu më shëroft, thot: dashuria për xhamin tregohet me kujdesin për namazin me xhamat në to. Dietarët kanë thënë se në fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ku ai thotë që zemra e një personi e lidhur me xhamin, do të thotë që është një shprehje e marrë nga fjala arabe alaka, e cila tregon dashurinë e fortë, e cila tregon sikur zemra e atij personi të jetë e mvarur në xhami. Zemra e tij të jetë e marrë dhe e mvarur në xhami dhe trupi i tij del. Pra ka aq dashuri të madhe për to dhe kujdeset aq shumë që të jenë pranë xhamisë dhe të jetë vazhdimisht në të eci me qetësi edhe të jetë prezent në xhami duke fal namaz edhe duke kryer në të adhurime për Allahun Azza wa Jall. Profeti jon Muhammed alayhi salatu wassalam thot: atë ju tregoj atë me të cilën Allahu fshin gabimet dhe ngren gradat. Ata thanë: po, i dërguari Allahut. Ai tha: plotësimi i abdesit në kohë të vështira, hapat e shumta drejt xhamis dhe pritja e namazit tjetër pas namazit. E kjo është vigjilenca e vërtet, pra kjo është vigjilencë. Këta janë ata njerëz që i kanë të lidhur zemrat me xhamin. Ndërkohë që dihet që ka të tjerë njerëz që zemrat i kanë të lidhura me tregjet, i kanë të lidhura me punët e shumta të dynjas, i kanë të lidhura me ekranet, me mjetet e komunikacionit, i kanë të lidhura me telefonat, me kanalet e ndryshme satelitore e shumë nga këto angazhimet që shpesh janë të kota të dynjas, që vetë se na largojnë nga lidhja jonë me Zotin tonë, vetë se na largojnë nga ajo që është e dobishme për ne, qoftë në këtë jetë, pa aq më rëndësishmja në botën tjetër kur të dalim para Allahut Azza wa Jall. Prandaj një nga dietarët e parë të Islamit ka thënë: besimtari duhet të shihet në 3 vende. Në xhami, pra ku do të jetë fokusimi i besimtarit, ku do të jetë ai më shumë, pra ku do të kalojë ai kohën e tij, ditën e tij, jetën e tij më shumë. E para thot, në xhami i angazhuar me adhurim dhe gjithçka që përfitohet nga xhamia. Pra nga punët e mira, nga dituria e dobishme, nga lidhjet për hir të Allahut Azza wa Jall mes besimtarëve. Pastaj në shtëpinë e tij që e strahon, qëndron në shtëpinë tënde, vëlla. Qëndro me familjen tënde. Qëndro me prindrit e tu, qëndro me bashkëshortin, me fëmijët e tu. Rri në xhami në strehën më të mirë që mund të kesh në këtë dynja pas. Rri në shtëpinë tënde në strehën më të mirë që mund të kesh pas xhamisë. Apo në kryerjen e ndonjë pune të nevojshme, që nuk ka asgjë të keqe në të. Është normale që njeriu punoj të realizojë nevojat e tija jetike në këtë botë. Pra duke punuar punë të mira, punë halal, punë të ndershme, ta fitoj riskun e tij, siç e ka lejuar Allahu Azza wa Jall. Këto 3 vende, pra këtu do të qëndrojmë më shumë
besimtari, Allahu na bëft prej tyre. Njeriu që qëndron në xhami ka tre cilësi kryesore. Është vllai i dobishëm. Ai është në xhami, është besimtar i dobishëm me gjitha parametrat e kësaj që themi. Është i dobishëm për veten e tij, me diturinë, me njohuritë e dobishme që përfiton, me adhurimet që kryen në xhami, pra me qëndrimin e tij prej besimtarit të devotshëm, është i dobishëm dhe me besimtarët e tjerë. Ai mundohet i bëjë atyre vetë mirë, asgjë e keqe nuk vjen prej tij dhe s'ka dyshim që i tillë është i dobishëm. Fjalë me urtësi, pra kur flet fjalë të mira, flet fjalë me vend, fjalë të që duhen, fjalë që sjellin vetëm mirësi, edhe është mirësi mëshirë e pritshme. Besimtari pra në xhami është i mëshirshëm me besimtarët, me vëllezërit e tij, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, që kur i cilëson, kur i tregon se si janë besimtarët, ruhama u bainahum. Ata janë të mëshirshëm mes njëri tjetrit. Pra urime për atë person që Allahu i ka dhënë mirësi. I dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam e përshkruan me cilësi fisnike ata që ecin në errësirë për në xhami, duke thënë: përgëzoj me dritë të plot ditën e Kiametit. Pra përgëzoj me dritën e plot ditën e Kiametit. Ata njerëz, për atë njeri që shkon e vjen në xhami. Dhe Allahu për të përgatit një shtëpi në xhenet sa herë që shkon e vjen. Përballë këtij gëzimit të cilën e arrin këta njerëz të zgjedhur, të cilët vizitojnë shtëpitë e Allahut, është gëzimi i Allahut me ta. Pra Allahu Zoti ynë gëzohet me njerëzit që vinë dhe rrinë në xhami. Vizitorët të shtëpive të tij, të cilët luten në kopshtet e tij, të cilët nxitojnë të fitojnë kënaqësinë e tij. Në hadithin prej Ebu Hurajras transmetohet se i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: një person musliman i cili qëndron në xhami për namaz e për dhikr, Allahu gëzohet me të, ashtu sikur se gëzohen familjarët me njeriu e tyre kur vjen pasi ka qenë larg. A imagjinoni gëzimin e familjarëve për njeriu e tyre që ka qenë larg, edhe ai vjen pas një shkëputje, edhe ata gëzohen shumë me ardhjen e tij. Pra kështu gëzohet Allahu Azza wa Jall, me besimtarët që vinë në xhami. Gjithashtu është shumë e rëndësishme prezenca në xhami, sepse në të prezantojnë dhe krijesat të pastra të Allahut Azza wa Jall. Me lajket të Allahut, to krijesat të pastra, që vetëm i bindën Allahut Azza wa Jall dhe nuk e kundërshtojnë për asgjë, prezantojnë në namazin e sabahut, në namazin e ikindis, dhe me lajket që prezantojnë në kopshtet e xhenetit, pra në uljet në xhami, kur dëgjohet përmendja e Allahut Azza wa Jall në kuvendet dhe në kuvendet e dhikrit. Me lajket që luten dhe kërkojnë falje për atë që rri ulur në vendin e faljes, duke përmendur Allahun Azza wa Jall. Robt Allahut, tu po përmendim diçka që tregon pozitën e xhamis tek muslimanët, vendin e saj të lartë dhe ndikimin e saj madhështor. Është një prej detyrimeve ndaj xhamisë e manifestimit që tregon lidhjen e ngushtë me të. Ajo është një vepër që e praktikoi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kur kthehej për një udhëtimi, së pari shkonte tek shtëpia e Allahut, pra shkonte në xhami, para se të shkonte në ndonjë vend tjetër apo para se të shkonte në shtëpinë e tij. Ai hynte në xhami dhe falte 2 rekat namaz. Xhamia ishte vendi i parë që shkelnin këmbët e udhëtarit prej tokës së vatanit para se të takonte prindërit, fëmijët apo bashkëshortet e tij. Ai qëndronte në këmbë në shtëpinë e Allahut për ta falendëruar atë që arriti shëndoshë e mirë, që u rikthye e po sheh atë që kënaq syrin e tij në pasurinë dhe familjen dhe me të dashurit e tij. Pra aq që ka qenë e rëndësishme xhamia për profetin apo muslimanët e parë. Kuvendet, pra me njerëz të ndryshëm, me pozitë, vendet të nderuar, ku zakonisht nuk ngrihen zërat në xhami, nuk duhet të ketë zhurma, nuk duhet të ketë lëvizje të kota, duhet të ketë kujdes në çdo gjë, në qëndrim, në shprehje e në çdo gjë tjetër. Kur kërkohet në këtë raste, atëherë shih se çfarë na ka sjell kjo fe
për të ngritur lart shtëpitë e Allahut Azza wa Jall. Në xhami kërkohet të shkojmë të veshur bukur, me qetësi, me hijeshi, të rregullt në drejtimin e rreshtave. Në to ndalohet ecja duke kaluar mbi kokat e njerëzve. Kërkohet menjanimi i erërave të bezdishme, pra nuk duhet të bezdisi besimtarët të tjerë me erat e bezdishme. Nuk lejohet ngritja e zërave, grindjet apo thirrjet në to për gjërat e humbura. Në hadith, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam porosit duke thënë: le të qëndroj pas meje njerëzit e dishëm e të mençur, pastaj ata që janë më poshtë tyre të keni kujdes prej rëmujave të tregjeve. Pra, të keni kujdes në xhami me ngritjen e zërave në mënyrë të kotë, me grindjet, me hasmëritë e kota apo me gjurulldit të cilët ndodhin vetëm nëpër tregje. Allahu Azza wa Jall thot: faltorët e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Që falin namazin, që japin zekatin e që nuk i friksohen askujt përveç Allahut, sigurisht që këta janë në rrugë të drejtë. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall. Përfundimi i mirë do të jetë për njerëzit e devotshëm. Nuk duhet të ketë armiqësi besimtari vetëm ndaj atyre të cilët janë zullumqtar. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashok. Ai është i panevojshëm për çdo ortak, është i panevojshëm për fëmijë, pra nuk ka nevojë për askënd në këtë univers. Dëshmojmë se i dërguari ynë Muhamedi alayhi salatu wasalam, profeti Muhammed është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Allahu e zgjodhi dhe shpalli tek ai fen islame. Dërimi, shpëtimi dhe begatia e Allahut qoftë mbi të, mbi shokët e tij, ndjekësit e tij deri në ditën e gjykimit. Musliman askund nuk njihet në shkrimet e ndonjë civilizimi e të ndonjë kulture shenjë që të ketë ndikuar në drejtimin e njerëzimit në shpëtimin e tij si xhamia në civilizimin islam. Xhamin e themeloi i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam si vend tubim të muslimanëve, si qendër e mbledhjes së delegacioneve, konvent konsultativ, institut, universitet dhe qendër trajnimi. Në to kryeshin kuvendet e gjykatës, të konsultave e prej mihrabit të xhamive vinte komanda. Allahu Azza wa Jall na urdhëron të dërgojmë salavate mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu Zoti ynë na urdhëron për këtë në shpalljen e tij. Dhe Allahu ka thënë: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjëjt e tij luten për të, o besimtar, lutuni për profetin Muhammed dhe përshëndeteni me selam. O Allah, ngrije lart, shpëtoje dhe bekoje robin dhe të dërguarin tënd Muhammedin alayhi salatu wasalam, të dashurin dhe profetin e zgjedhur, familjen e tij të mirë të pastër, bashkëshortet e tij, të cilat janë nënat e besimtarve. O Allah, kënaqësia jote qoftë mbi katër prisat e drejtë, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe mbi të gjithë shokët e profetit tënd dhe mbi ata që ecin në gjurmët e tyre dhe zbatojnë traditën e tyre deri në ditën e gjykimit, dhe ndaj nesh bashkë me ta, me faljen tënde, bujarin, mirësinë dhe bamirësinë tënde, o me fisniku i fisnikëve. O Allah, fen islame ngreje lart dhe muslimanët bëj krenar. Zhduke politeizmin dhe poshtëroj i dhujtarët. O Allah, poshtëroj tiranët, mohuesit dhe tërë armiqtë e fesë e të popullit besimtar. O Allah, na jep siguri në vendet tona, përmirësoj prisat dhe udhëheqësit tanë. Udhëheqen mbi ne mundsoj atij që të friksohet ty, që është i devotshëm e që mundohet të fitojë kënaqësinë tënde, o Zoti i botëve. O Allah, uzoj prisat e muslimanëve të zbatojnë librin tënd, e të ecin në rrugën e profetit tënd. Bëje ata mëshirë për robërit e tu besimtar. Bashkohej në të vërtetën, në udhëzim e në rrugën profetike. O Allah, përmirësoje gjendjen e muslimanëve. O Allah, përmirësoje gjendjen e muslimanëve në çdo vend.
ruaj gjakun e tyre, bëj ata të jenë të bashkuar në një fjalë të vërtet, udhëzimit dhe rrugës profetike. Ndihmoj ata mbi armiqtë e tu dhe mbi armiqtë e tyre. Mundsoj atyre të udhëhiqen prej më të mirëve e ruaj prej të këqijve. Përhape sigurinë, drejtësinë, pasurinë në vendet e muslimanëve. Mbroj prej të këqijave, prej fitnave të dukshme e të padukshme. O Allah, na i fal gabimet tona, na i mbulo të metat tona, na i largo brengat, shpëtoj të sprovuarit prej nesh, shëroj të sëmurët tanë, më shiroj të vdekurit tanë. Zoti in, i kemi bërë pa drejtësi vetës son, e nëse nuk na fal e nuk na mëshiron, kemi për të mbetur të humbur. O Allah, na jep të mira në këtë jetë, të mira në jetën tjetër, e na ruaj nga dënimi i zjarrit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.